Një konflikt me administratoren e pretenduar të pallatit ka përfunduar në dhunë fizike ndaj një gruaje në qytetin e Vlorës. Ky është rasti i 42 vjeçares e cila tek rreth rrotullimit në Transballkanike është dhënuar fizikisht një ditë më parë. Siç tregon edhe vetë në dëshminë e saj, një person me kapuç që ka ardhur përballë duke e kërcënuar dhe kapur prej fyti. Sipas saj, personi ishte bashkëshorti i administratores së vetëshpallur të pallatit dhe ngjarja ka arritur deri këtu, pasi banorët kanë kundërshtuar pagesat e majme fiktive që u kërkohen për shërbimet në pallat. Zonja thot se ngjarjen e ka raportuar në rajon dhe polici dhe fton organet ligjzbatuese të zbardhin ngjarjen dhe të vendosin drejtësi. Po largohesha nga shtëpia e prindërve të mi për të shkuar në banesën time, një person vjen përballë meje, i veshur me rroba të zeza, me një kapuç që kishte mbuluar pothuajse gjysmën e fytyrës dhe më kap për fyti, më fyer me fjalë të rënda. Për momentin mendova se kishte ngatruar person, se mund të ndodhin gjëra të tilla sigurisht. Dhe në atë kohë që u tërhoqa për t'i shpëtuar nga duart, identifikoj që bëj fjalë për banorin e pallatit ku jetojnë prindrit e mi. Unë personalisht nuk kam asnjë lloj konflikti me as edhe një person, me as edhe një banor të pallatit ku jetojnë prindrit e mi, apo me ndonjë qytetar, absolutisht asnjë konflikt. Disa banor të pallatit ku jetojnë prindrit e mi, një pjesë e mirë e tyre, kanë një konflikt me familjen e zotit, me bashkëshorten e tij, e cila është vetëshpallur administratore e pallatit dhe përveç tarifave mujore që ka vendosur të paguaj çdo banor sipas dëshirës së zonjës, paguajnë dhe pagesa ekstra çdo 2-3 muaj, 50-60.000 lekë për familjen në një pallat që ka mbi 80 apartamente. Ngjarja ime është referuar dje në polici, sigurisht policia ka kryer të gjitha procedurat, ka verifikuar, ndërsa për sa i përket pjesës ushtrimit të jashtëligjshëm të aktivitetit si administratore, banorët e pallatit janë ankuar në rajon, në bashki, në policinë bashkiake, ka kërkuar ndihmë her pas here, verifikim. Dhe këto verifikime sigurisht që janë kryer, madje dhe është urdhëruar zonja që të ndërpresi aktivitetin. Unë jam në djeni të këtyre muhabeteve, të këtyre bisedave, duke dëgjuar nga familjarët e mi, nga komshinjt e tje. Por që nuk jam e përfshirë absolutisht në as edhe një lloj debati apo shqetësimi që kanë këta banor. Unë ngjarjes i kam shkuar deri në fund, që është ditën e djeshme, me denoncimin që kam bërë, pres që gjithçka të shkoj më së miri, pasi e dhunuar nuk jam vetëm unë për këtë situatë në këtë pallat, por është edhe babai im, i cili ka kryer çdo pagesë dhe të themi është bërë kokë turku për të friksuar banorët e tjerë të pallatit që kanë kundërshtuar pagesat e jashtëzakonshme dhe të pajustifikueshme, dërgoditur në mes të rrugës me saracines nga babai i zonjës, e kanë tërhequr zvarr, e kanë çuar në rajon, e kanë kërcënuar që ti do thuash që vajza ime nuk merr para, ashtu siç kanë bërë dhe me banorët e tjerë që kanë kërcënuar që të mos flasin, i kanë kërcënuar me jetë. Unë kam besim të plot te organet ligjzbatuese të shtetit, jam shumë mirënjohëse për punën që ata sigurisht që bën dije dhe do të vazhdojnë të bëjnë. Drejtësia të shkojë në vend, nuk kam konflikt me asnjë dhe jam viktim e kësaj ngjarjeje e cila nuk më ka përfshirë dhe nuk jam përfshirë në këtë ngjarje. Në dëshminë e tij, babai i 42 vjeçares pohon gjithashtu se në muajin dhjetor është goditur me dorë zekuri në hyrje në pallatit nga babai i administratores. Më pas 2 persona e kanë tërhequr zvarr dhe e kanë çuar drejt rajonit për të dhënë dëshmi të reme.
Sot, siç tregoni, moshuari 71 vjeç ndihet i friksuar pasi fëmijët dhe niprit e tij rrezikojnë të përfundojnë në konflikt fizik nëse nuk merren masa. Unë isha duke punuar dhe makina ime, ku vendose baterinë e makinës, vinë këta 3 persona. I jadi menaxherës pallatit, buri saj me gjithë baban. Vinë me motor, ndalon motorin aty, para mua s'pili fare. Grushtin me sarçines dhe unash pandenja në shesh. Sa u përmunda një qikë shu, digja e lafe që shanin edhe, para e mrapa, për grua, për nëne, për motre, do ju bëj këte, do ju bëj atë. Do vish me neve se s'bën, do vish me zorë. Unë jam pandjenje, tash, jam në qëllove, unë. Këti që më qëllove, tash do të paguash, po s'ki me raki tash. Edhe më morë me zorë, më qonë në rajon. I them ati të kryetarit të rajoni që unë kam ardhur me zorë këtu, edhe me zipori. Ky më thot për parat. Parat i ata shveti, tash. Pa edhe pasaj që u ankova në polici, e mori policia atë, erdhë në polici, unë e fala atë, ky ishte gabimi im që unë e fala, ta e përsëritëm prapa atë punë, por në një pallat jetojmë, se edhe unë kam familje, kam fëmijë, kam nipre, kam mallin e niprit, kam mallin e çupave. Po kur ketë bësh me këta njerëz, edhe ndjej. Po jo frikë. Po që policia u tregua korrekte me mua, i mori gjitha masat. Këto ngjarje që ndodhin nuk janë të mira për asnjë, as për ne, as për ata, dhe duhet marrë masa urgjentisht. Ajo kryen funksionin e administratorit, ajo. Ajo po vret njerëzit. Vuri babam, vrau mua. Unë burr 71 vjeç. Për çfarë arsye? Unë duke mos marrë unë asnjë pjesëmarrje në këto çështje fare. Fare, se kam parë ndonjëherë deri në rajonin. Ai vjen më qellon më pa drejt fare. Siç shihet edhe nga dokumentet e siguruara, rajoni ka kërkuar që administratorja të mos ta ushtrojë më funksionin, por ky vendim nuk është zbatuar duke përfunduar në këtë akt të dhune.